kam para vetes edhe një propozim për ndryshim të rendititës, që është nga grupi parlamentari i PDK-s, që është shqyrtimi propozim rezolutës për mbrojtjen e zbërtetës historike të luftës në Kosovë 1998-1999. Ftoj përfaqësuesin nga PDK-ja, zoti Përparim apo zonja nënkretarja Qitaku. Regjia, ju lutem. Kryetare. Partia Demokratike e Kosovës, përkatësisht grupi parlamentar, ka përgatitur një draft rezolut të cilën e kemi proceduar në Kuvendin e Kosovës në mbrojtje të së vërtetës dhe dinitetit të viktimave të luftës. Sot përballë nesh nuk kemi vetëm sfida politike apo institucionale, kemi një sfidë edhe më të thellë dhe më të rrezikshme, përpjekjen për ta shtrembëruar historinë tonë. Kujtesa nuk është vetëm e kaluar, kujtesa është identitet, është themeli mbi të cilin qëndrojmë ne si shoqëri. Ne kemi dhënë një draft propozim e nderuara kryetare, jemi të gatshëm ta diskutojmë, kërkojmë të futet në rendin e ditës si pikë e parë. Menjëherë pas pyetjeve parlamentare. Nuk ka kuptim që kuvendi sot të sillet normalisht dhe mos ta miratoj këtë rezolut si hapi parë, jemi të hapur për diskutim, për plotësime, mirë po për PDK-n është e domosdoshme që kjo rezolut të hyjë në rend të ditës dhe të jetë pika e parë që trajtohet nga Kuvendi i Republikës Kosovës. Televizja vetëvendosje është e interesuar e gatshme të kontribojë në një rezolutë e cila do të paraqiste përmbajtësisht në aspekt shumë dimensional çështjet që trajtojnë luftën e fundit. Në lidhje me këtë, ne jemi të gatshëm që të delegojmë deputetët tonë, sikurse e biseduam edhe në takim, që bashkë me deputetët e grupeve tjera parlamentare të punojnë gjatë ditës dhe të vinë me një rezolutë e cila i adreson këtë çështje në mënyrën më mirë të mundshme, ashtu siç pritet edhe nga Kuvendi. PDK-ja propozoi që kjo pikë të vendoset si pikë e parë e rendit ditës pas pyetjeve parlamentare, në anën tjetër sipas asaj që tha zonja Nagafsi, që kjo të radhitet si pikë e fundit e rendit të ditës. Lidhja Demokratike e Kosovës e ka shqyrtuar tekstin e rezolutës, edhe në parim pajtohemi për të, sepse mendojmë që është obligimi joni edhe institucional edhe shtetëror për ta mbrojtur të vërtetën edhe sakrificën e popullit ton për liri. Më falni, a e propozut, domethënë a e përmendet çështjen se ku të radhitet në fillim apo në fund? S'ka rëndësi, e kuptoj qartë. Propozimi jam është që po ashtu të jetë në rend ditës si pikë e parë. Ne i kemi një kohë që do të kemi pikën e parë të rendit ditës që është hajt pak, apo ma mirë me thonë larime jashtë rendit ditës, mujna me marrë edhe një kohë, se ashtu kështu vënum janë një sahat disa e nesëm kësoj seance, nuk besoj që këtu ka nevoj për një shkencë të madhe, e merë një grup punus që përfaqësohet prej grupeve tone parlamentare, ulen diskutojnë një salla ka bëllë, një orë e gjysë, dhe vendosim pikë parë dhe jekim nga rendi ditës pa debat. Ne jemi të gatshëm që të ulemi bashk, sepse për ne, po besoj për secilin deputet që është sot këtu, nuk ka bash as një çështje tjetër më të rëndësishme se trajtimi i kësaj rezolute, votimi në unanimitet. Ne jemi të gatshëm të ulemi, të takohemi, të inkorporojmë vërejtjet, por nuk jemi të gatshëm të bëjmë kompromis. Sepse ne u adham votat, kryetare, u adham votat për marrëveshjet ndërkombëtare. Do t'i votoj marrëveshjet ndërkombëtare. Po ky tekst, kjo rezolut, në mbrojtje të së vërtetës historike, në mbrojtje të viktimave, është më e rëndësishme se çdo marrëveshje ndërkombëtare. Ju lutem, kryetare, tjetër puna nuk kemi, deputet jemi, rrim këtu edhe 2 orë dhe pasur, ta kryjmë sot, edhe ta kryjmë si pikë të parë të rendit të ditës. Kjo është kërkesa jonë. Duket që konsultimi ishte i pasuksesshëm. Unë propozova që të mblidhen përfaqësuesit e grupeve parlamentare dhe kurdo që ata e përmbyllin punën dhe finalizojnë draftin ta sjellin, por që
PDK-ja po insiston vetëm si pikë të parë të rendititës, prandaj në këto rrethana obligohem që ta qes në votim. Ftoj deputetët që të vinë në sallë. Zonja Gjitaku, po të lutem. Kryetare, propozimi ynë është i qartë, të vendoset si pikë e parë e rendit të ditës. Rregulloria ma jep të drejtën që të bëj këtë propozim. Nuk do ishte as hera e parë, as hera e fundit që ndryshon radhitja e pikave të rendit të ditës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në rast se nuk kalon si pikë e parë, ne e tërheqim propozimin dhe largohem. Zonja Nagofci. Pra edhe njëherë, kryetare, ne jemi të interesuar që të kontribojmë. Propozimi jonë është ashtu si që thamë, le të mbledhet grupi me përfaqësues të gjitha partive politike. Në momentin që grupi e sjell rezolutën, ne në atë moment që e sjellin e vendosim në votim. Pra në këto rrethana, zonja Gjitaku, e tërhiqni propozimin apo ta vendos votim? Zonja Gjitaku, fjalën. Situatë të tillë, kur ka mungesë të shprehur të vullnetit politik për të bërë një kompromis, për një çështje kaq të ndjeshme. Në të njëjtën ditë kur ne si opozit u votuam hyrjen në rend të ditës të marrëveshjeve ndërkombëtare, është tërësisht e pakuptimshme për ne që ta hudhim në votim propozimin ton. Ne do të largohemi nga salla, në sallë do të qëndroj vetëm zoti Najt Hasani, i cili do të folë pastaj dhe do të deklarohet në emër të grupit parlamentar. Faleminderit shumë. Faleminderit zonja Gjitaku, vazhdojmë pra me pikat e rendit të ditës. Grupi parlamentare tërheq propozimin, e kanë tërheq. Vazhdojmë me seancën. Në sallë janë të pranishëm. Për pak e konstatojmë se sa deputet janë pranishëm në sallë.